Përshëndetje të nderuar miq të Epërsi, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë, diçka që nuk është se e kemi bërë shpesh, por do të provojmë ta realizojmë sa herë që ka futbollit, jo vetëm, por edhe basketbollit dhe eventeve të tjera. Kujtojmë që sot luhet raundi i fundit në kategorinë superiore. Është sezoni i rregullt, për cilin ne flasim çdo të hënë në kampionatin shqiptar në Epërsi, në edicionin ton, po tentojmë të lidhemi me kolegun Arlind Dubali për të folur jo vetëm me Arlindin për atë çka po ndodh në raundin e fundit në kategorinë superiore, por edhe për atë çka ndodhi mbrëm. Dhe që filloi mbrëm më saktë dhe përfundoi në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Po flas pikërisht për finalen e Kupës së Mbretit në Spanjë, atje ku skuadra e Barcelonës arriti që të realizonte një sukses shumë të rëndësishëm sa i përket edhe jo vetëm fitores në El Clasico, por edhe shpresave që ka kjo skuadër për të realizuar të 3 trofet brenda një sezoni. E thënë ndryshe, triplet apo treble, sipas italishtes dhe anglishtes, ku skuadrat fitojnë titullin kampion, fitojnë kupën në vendin e tyre, dhe gjithashtu fitojnë edhe UEFA Champions League. Skuadra e Barcelonës arriti të fitonte El Clasicon e 3 në këtë sezon, përballë skuadrës Realit të Madridit, kanë edhe një tjetër në kampionat, dhe ndërkohë që sa i përket UEFA Champions League është një skuadër që do të luajnë në gjysmë finale me skuadrën e Interit. Ndërsa në kampionat është një skuadër që ka një diferencë prej 4 pikësh. Jemi bashkuar me Arlindin. Arlind, përshëndetje. Përshëndetje Erbal. Nga ambiente të ndryshme, jo nga studio e Epërsi, por eventet që ka pikërisht fundjava që ka ndodhur. Unë fola pak në hyrje me Kupën e Mbretit, përcaktohet sot skuadra e dytë finaliste në Kupën e Anglisë, dhe ndërkohë janë duke u luajtur minutat e fundit në raundin e 36 të sezonit të rregullt në kategorinë superiore. Atëherë do ta fillojmë me zgjidhje me këtë ta fillojmë. Po me superndeshje mbrëm. Superndeshje mbrëm. Ajo që filloi mbrëm dhe mbaroi sot. Po, superndeshje mbrëm dhe sot. Një El Clasico që tregoi një Barcelonë, po themi që kishte më shumë dëshirë, apo fati e ndihmoi skuadrën pas një pjese të dytë ku Reali ishte më, po themi, më kërkues, ishte më dominues krahasuar me pjesën e parë gjithmonë. Po, edhe po të shkojmë përpara ndeshjes fare, një ambient toksik. Edhe kuptohet nga kush filloi ambienti toksik. E vërtet. Mjeshtri që du t'i lërë këto lërat, në fjalësh Reali, me këto lëra si bën kategorinë e dytë, Shqipëri, 3-4, kampionate rajonale, dhe më pas ndezit e tifozët, kështu e filloi me ambient shumë toksik Copa del Rey, kalamajt e Barçës e Flikut, është më mirë kalamajt e Flikut? Po, më mirë, se ata aty kanë qenë edhe, po themi, sezonin e kaluar, apo 2 sezone më përpara. Kalamajt e Flikut, por pa mësuesin përpara, mungonte edhe Leva, për më tepër. Njeriu që e tërheq të skuadër. Kështu i mungonte profesorin fush, me ja të dominues në pjesën e parë Barça, me lojën që ka bërë të gjithë sezonit. E 1-0 du t'ishte me fat, Reali kënaqur. Absolutisht. Duhet thënë që Courtois ka bërë një paraqitje vërtet mjaft mirë. Dhe Szczesny ishte spektator. Asnjë gjuajtje në port, shumë të lodhur të dy brazilianët, dhe Rodrigo dhe Vinicius, asnjë gjuajtje në port. Më duket më shumë Vinicius është një lojtar që tani e ka kaluar atë kufirin e futbollistit të përkëdhelur. Më duket është bërë tekanjoz. Është një lojtar që praktikisht jo po i gëzon frytet e të qenit tek Reali, por po abuzon me praninë atje. Dhe ardhja e Mbappé, se rroga e Mbappés duket që ka prishur shumë çekulibra, po sezon shumë i rrëmujshëm i Realit. Po them te Barça,
fillimisht si edhe fituese. Pjesa e parë dominuese, Yamal pa besueshëm, nuk është se nuk ka frikë, nuk është se ka vetbesim. Ai nuk ka frikë për 17 vjeç. Fjalë, gjithë kemi vetbesim, ka lojtarë që kanë vetbesim, ai thjesht është për tek kësaj. Nuk ka frikë. Mbaj mend që kanë thënë për të, jo shumë larg në kohë, nuk më kujtohet emri, ndoshta ndonjë nga lojtarët e Barcelonës ose të përfaqësuesve spanjolle maksimumi që Yamal nuk e bën dallimin se ku luan. Pra për të është thjesht një ndeshje futbolli. Luan në lagje, luan në kampionat, luan në kombëtare apo në Champions, për të pak rëndësi ka. Ai futet, po themi brenda vijave kufizuese dhe bën atë që ti të bëj më mirë. Pra jep gjithçka, nuk kursen asgjë. Pas një frikë. Kështu që Barca mbylli 1-0, okay, mund të shkonte dhe duhet ishte edhe më tepër. Po pritej reagimi Realit, Toti. Okay, ka një maestro në stol. E vërtet. Dhe pritej reagimi Realit, po pa që në mesin e pjesës parë që Ancelotti ngriti për nxemje Mbappén. Dhe disa ndërhyrje do i bënte, lëviz disa gjëra dhe po aq shpejt sa erdhi comeback-u, më vjen nga ku Sez nisi spektator, pjesën e dytë, okay, 4 ndërhyrje, 3 nga Vinicius, 1 nga Mbappé, shumë e rrallë para se ditë te goli, shumë i zgjuar i Mbappés në 70-ën. E të mendosh që vetëm ne jemi në muajin prill, në fundin e tij, deri në dhjetor ka qenë me pushime, ndoshta mund të ketë qenë edhe në ndonjë plazh Shezni në dhjetor. Siç është moda e këtyre. E morën nga pensioni. Okej, kishte dalë pension, leje pensionin, hajde edhe një herë. Se po bëjmë historinë. Ka fituar 2 trofe deri tani, Superkupën dhe Kupën e Mbretit, ndërkohë që Barcelona mund të shkojë për të tretën herë të fitojë 3 trofe brenda një sezoni. E ka bërë me Pep Guardiolën, e ka bërë me Luis Enriquen dhe mund ta bëjë me Hansi Flick, i cili nëse e bën, nëse ja del, do të përsërisë atë që ka bërë në vitin 2020 me Bayernin. Po, dhe Barca ra në tapet në 77-ën, një lidhje franceze shumë e mirë. Në tapet dhe u ringrit. Shumë shpejt madje. U ringrit për ta çuar në shtesë. Ato kujtohet ai topi, se nuk është se ka ndodhur shumë larg. Ai topi pas shpine që i dhan Ferran Torresit ke goli i barazimit, një top pas shpine të mbrojtësit. Ferran Torres është një lojtar që tek City nuk ngjiti asnjëherë, siç thuhet në të tilla raste. Pep Guardiola e lëshoi sapo i erdhi kërkesa e Barcelonës. Tek Barcelona qëndron më shumë në stol, mendo e nisi nga stoli edhe kur nuk ishte, si thuash, Lewandowski, por ai doli lojtari më i mirë i ndeshjes. Dhe Xavi fuste mbrojtës djathtë. Dhe që ndërmbrojtës nuk e futi, mbrojtës djathtë e futi dhe Yamal për të shkuar sërish se Yamal dajte më shpa frikë fare ai adoleshent. Nuk është tipike Barcelonës ajo prerje edhe ai pasim. Barcelona është mënyrë tjetër e flikut. Vertikalet nuk i di Barcelona. Thjesht improvizim i adoleshentit gjeni, improvizim, asist i dytë, barazim, shtesë. Por për ndalur te Flick, goli 33 më duket i anulluar i Barcës për offside këtë sezon. Kupton ç'a bëhet? 33 herë kanë peshkuar. Të anulluar aq, domethënë. Po ato që kanë shënuar? Jo, të anulluar që kanë pësuar, po janë anulluar se kanë lutur offside-in teknik. Kupton ç'a ka bërë ai? Ka bërë një shkencë. Po. Mendova se jo, të anulluar. Pas shkuar të penaltit, pastaj situatat e tjera. U anullu goli i Mbappés, kujt ishte edhe i 33 këtë sezon. Si e luajn offside teknik, më pas shtesa. Shtesa pastaj, unë mendoj që të dyja skuadrat psuan një, po themi, me të drejtë, një rënje fizike. Kalendari ngjeshur, objektivat madhore për të cilat si Reali dhe Barcelona donin të shkonin deri në fund dhe ishte deri diku e pranueshme, por veprimi i Kunde
në momentin që rrëmbeu topin në hyrje të zonës ishte, nuk e di domethënë ku e gjeti atë moment, ku e kuptoi se çfarë pasimi do të ishte dhe pastaj forca në gjuajtje në minutën e 116 ishte dalje e dhimbshme e Modric, Real ta mbylli karrierën në finale të humbur me një gabim të tij. Siç funde e kanë xhirë gjithë sezonit vetëm, i vetëm 45-46 ndeshje, i vetëm në anën e tij nga fillimi në fund dhe Ermal si filloi Barca këtë vit. Filloi që nëse kapim 4 më të parat në La Liga. Ka shumë probleme financiare. Bën një ecuri të mirë në Champions. Madje kishte, po deri tani i ka dalë kjo. Unë nuk e kam iden, kam folur me njerëz që bëjnë financierin dhe ekonomistin, sepse unë u çudita kur pash që në bilancin vjetor Barcelona kishte llogaritur edhe të ardhurat nga UEFA Champions League. Dhe thash si ka mundësi tani që kjo skuadër llogarit, po bëjmë një shembull të thjesht, që do fitojë 100 milion nga Champions League. Jo vetëm që i ka fituar ato, po mund shkojë të fitojë edhe 200 deri nëse fiton edhe trofeun. Në fund të majit. Po dhe mbyllja e Realit, një ambient shumë toksik gjatë gjithë ndeshjes. Begoiçea i shkreti, sigur kishte një gur, kishte gurin e Sizifit dhe arbitronte. E kishte masakruar. Se dikush e kishte masakruar dhe gjeje kush. Me ca video. Ajo që bëri Rüdigeri, sidomos një herë kishte kërkuar falje në fund sa para bën, por që në mbrojtësi gjerman rrezikon 12 javë pezullim, madje edhe në Gjermani tani. Me 12. Edhe në Gjermani janë shtuar zërat, madje po ngrihen edhe figurat të futbollit gjerman ose ish lojtarë të përfaqësueses, Dietmar Hamann, Lothar Matthäus, të cilët kërkojnë nga federata që ta pezullojnë të paktën për 2 ndeshje. Antonio Rudiger, çka do të thotë që nëse do të merret ky vendim, përprishjet imazhit gjithmonë, Rudiger nuk do të luajë me përfaqësuesen gjermane në Final Four-in e Nations League-s, ku janë pikërisht 2 ndeshje, pra do të luhet një gjysmë finale dhe pastaj një finale e vogël apo e madhe në varësi të asaj që e fiton apo jo gjysmën finale. Pa pranueshme, fjalë Barca mori komplet prestigjin, e këto morën turpin. Fundi ishte i turpshëm i Realit. Dhe thanë kjo nga një periudhë 10 vjeçare brillante, Barca ka qenë dekadencë, Barca do të vuante shumë, më tepër, dhe vuajtje reale, për një ndeshje. Një ndeshje ishte finale. Si qoftë presë pa durim ato pas 2 javësh, data 11 më pas, në Montjuic. Po, që është edhe El Clasico e fundit mes këtyre skuadrave. Por deri tani ja ka dalë që skuadra Barcelonës t'i bëjë gjërat mirë, të themi. Jo, goxha mirë, kush e priste në fillim sezonit? Ja zakonisht mirë me Kalamajt dhe ka bërë një kapërcim të frikshëm, nga Xabi ku ishin dhe atë lojë dhe atë çfarë synonin, tani ka ardhur titulli i parë dhe janë në pistë në korsi për treblin, tripletën. 4 pikë kryesojnë kampionatin. Nëse minimumi barazojnë me skuadrën e Realit Madridit në El Clasico, do të ruajnë këtë diferencë. Nëse fitojnë pasaj, kanë përshtypjen që e vrasin për javët e mbetura. Po, besoj se nuk do jetë lehtë për Barca, do ketë në Montjuic Barca do vi pas 3 ndeshjes. Real do ketë vetëm 1 ndeshje për 2 javë, brenda 2 javë. Pra, shtove faktorin lodhje psikologjike, fizike, nuk e di, do ketë dëmtime apo jo, nuk do jetë lehtë as pak për Barcën. Por Real vetëm ajo ka mbetur tashmë, kampionati. Po. E vërtet është. Dhe sa të lodhur do jenë më pas. Të mërkurën, sërish me Interin, Montjuic, 20 minuta intensive, por një super ndeshje. Kisha vite pa parë, në 11 ndoshta për të fundit herë. Mourinho me Pep. Po, absolutisht. Dhe Ronaldo Messi. E çfarë rivaliteti për më tepër. Ishte pak helmues Mourinho atëherë, por ishte dominanca e Barcës. Këtë herë se kuptoj. Real ka 10 vjet që dominon. Reagim shumë humbës.
Për të ardhur keq kam përshtypjen që gjithçka vjen nga ajo çka kanë sjell deklaratat e presidentit. Po Sepse deklaratat nuk dolën kështu pa pritur, pa kujtuar, pa pandehur. Ja, kam bini se është një skenar i mirëfill politik dhe se kuptoj, janë shumë prapambetura këto, prej vitesh, nxjerr videot me gabimet e gjyqtarit. Gjyqtari dje që u tregua shumë i duruar me Realin, një njët netësh si fillimi Rudiger, mund të jepë Valverde po ashtu, por ndoshta bën efekt gjithë helmi që është hedhur gjatë gjithë këtyre ditëve. Dhe Bastu ishte i fiksuar. Për të ardhur keq, ki parasysh që po flasim për skuadra të cilat ishte gjithë bota, mbrëmë kam parë gjithë bota. Absolutisht. Unë nuk e di nëse pas toti ishte pjesa tifozët ngjitur pa kordon sigurie, po kjo ka dekada që ndodh. Po. Ky është modeli marrë tashmë nga Anglia, kam përshtypjen. Po as kordon jo. As kordon sigurie, thjesht ti je këtu, unë jam këtu, ulur, brorasin për skuadrat dhe gjithë ato që sheh në tek tifozët nuk e pen fush me sjelljen e tyre disa lojtarëve. Po, absolutisht ajo që ka ndodhi me lojtarët e Realit në fund. Ndërkohë po zhvillohen minutat e fundit në superiore. Jepi. Po fiton Tirana 0-2 me Dinamo City. Tirana shkon në kuotën e 39 pikëve, çka do të thotë që kjo mund të jetë diçka pozitive për ta shpëtuar skuadrën e Tiranës, por ndërkohë kam përshtypjen që ajo çka po ndodh me Skënderbeun në shtëpi, të gjithë prisnin që Skënderbeu t'i bënte mirë gjërat ndaj skuadrës së Bylisit, por me sa duket nuk ka qenë e thënë deri tani. Bylis është duke fituar, Skënderbeu bashkë me Laçin mund të jenë dy skuadra që bien nga kategoria, ndërkohë Vllaznia Laçi është 1-1 siç thash, Dinamo është duke u mundur nga Tirana 0-2, Teuta e Gnatja, po humbet e Gnatja. Mendo çfarë ndodh domethënë, po fiton Teuta. Përgatitet Final Four. Si kanë thënë miqtan në studion e Përsis, sido që të jetë, në 3 fazat e para, në fazën e 4 Teuta i gjen mënyrat e duhura për tu kualifikuar. Edhe për shpëtuar. Qëndruar mes më të mirëve. Pa prit pra të kampionatit shqiptar, ndaj është shumë i ndjekur. Ndërkohë Partizani është duke fituar me Akademinë e Futbollit Elbasani. Elbasanit i duhej edhe një barazim pra, se fitoria po që i bënte punë. Por Partizani është duke fituar dhe në këto momente Partizani e rimerr vendin në Final Four. Diçka më e mirë kjo të themi? Po, pra është Partizani me Vllaznin. Ajo pritet në fakt. Partizani me Vllaznin dhe me skuadrat e Gnatjas dhe Dinamo City. Që kanë 4-5 muaj që janë dhe ishin shkëputur, nuk shoh shumë surpriza. Skënderbeu po më çudit pak. Skënderbeu e vërtet është që realisht pritej të ishte e thjesht një fitore në shtëpi, por që me sa ditë atyre ka përcimet që ka bërë fitorëve jashtë e brenda, supozoj ishte qershia mbi tort ndeshja e sotme e fundit, për të mbyllur një vit vështirë, për ta mbyllur suksesshëm. Shiko, Skënderbeu është një skuadër që realisht edhe nëse qëndron mes më të mirëve, në kuptimin që qëndron në superiore, përsëri nuk është në gjendje të luajë në Europë. Pra edhe sezonin e ardhshëm nëse do të jetë në superiore dhe shkon mes 4 të parave, nuk është në mundësi, nuk është në kushte për të luajtur në Europë për shkak të dënimit që ka marrë. Dhe ndoshta me këtë me këtë kalkulim bën edhe lëvizjet në merkaton e janarit, ku larguan lojtarë të rëndësishëm, të cilët kanë realizuar pjesën më të madhe të golave në këtë sezon në superiore, dhe ndoshta një rifillim nga kategoria e parë mund të jetë një mundësi plus për këtë skuadër. Nuk e di. Edhe stadiumi i ri ndoshta do jetë gati. Këtë nuk di ta them. Gjitha bashkë, po. Mirë do ishte, por stadiumi më duket diçka që do doj kohë të bëhet, sepse që nga momenti në mos gaboj ka të paktën 2 vite që është miratuar projekti,
për stadiumin e ri në qytetin e Korçës, të Vlorës dhe të Durrësit, por deri tani nuk ka ndodhur asgjë. Ajo çka ka ndodhur ka mbetur në letër, renderat ose lastrat e printuara dhe ndonjë bojatisje aty këtu apo pastrim. Stadium nuk e di do. Nuk është taktika jon kjo, po palesi ka qelluar këtë herë. Ndërkohë filloi Liverpooli. Liverpool-Tottenham apo ajo ndeshja tjetër e gjysmëfinalja e kupës? Liverpool-Tottenham. Ka filluar festa Merseyside gjatë gjithë ditës. Me zor është futur komplet autobusi i Liverpoolit. Shkojnë në 20 tituj. Ty nuk të pëlqen? Një barazim sot. Ty nuk të pëlqen kjo? Jo, gjë e mirë, ju deshëm vetëm, 35 vite për të marrë 2 tituj. Jo keq. Si raport, qëndroj të ky raporti, le të vijoj kështu. 2 tituj në 35 vite e ardhshme. Megjithatë, po, më pëlqen llogaria. Megjithatë, 2 fjalë pozitive mund t'i themi për një njeri mbi të gjithë. Për Arne Slot, i cili e fiton titullin në vitin e parë duke u futur në një klub special trajnerësh ku për shembull nuk është Sir Alex, nuk është Arsene Wenger, nuk janë shumë veta aty. Nuk është Pep Guardiola, që e ka fituar 3 vite radhazi. Dhe si filloi, fjalë ishte vit tranzitor supozohet. Mekjen e Kloppit. Çfarë do bëjmë me Salah, çfarë do bëjmë me Van Dijk? Rinovoi më në fund me këta 2. Po dhe vit mbreslënës, nuk po them që ka qenë skuadra më serioze. Duke sikur me një disiplinë gjermane, edhe pse Gjermani është shkëputur, holandezi ndoqi ka ndryshuar disi filozofinë e lojës padyshim. Ka futur pak penelet e tij, ngjyrat e tij. E shef futbollin ndryshe, prandaj. Breslënës. Fjalë. 3 nga 4 trajnerët që e kanë fituar për të parën herë janë tek Chelsea. Jose Mourinho, Ancelotti, Antonio Conte. Trajnerë të cilët i kanë bërë gjërat. Ndërkohë Manuel Pellegrini tek skuadra e Manchester City. Këta të 4 e kanë fituar titullin në sezonin e parë si debutues. Po. Vjen dhe Arne Slot tashmë. Vjen dhe Arne Slot, sukses dhe për më tepër sukses merr disa përmasa për Liverpoolin. Ki parasysh që barazojnë dhe United. Armikun e tyre më të madh me 20 tituj. Thash që nuk të pëlqen kjo 20-a. Jo, fjalë, më dobët se kemi qenë siç ka qenë Liverpooli në fakt. Deri para 10 vitesh. Është e pranueshme kjo apo jo? Po. Ciklet. Urojmë ta keni përmbushur ciklin tonë ne, të paktën e vim në Shina. Por gjithë kreditet Arne Slotit padyshim. Shohim çfarë do bëj vitin tjetër. Gjeti dhe një City që se kemi mësuar ta shohim kështu 13 vite, 14 vite City. Me Chelsea në rinovim e sipër, kështu që gjeti elementet e duhur, shfrytëzoi gjithçka për të arritur titullin e shumë pritur. Kjo është e vërtet. Ndërkohë, sigurisht që ne do të flasim edhe në edicionin e të martës për atë çka pritet të ndodhë jo vetëm sot. Megjithëse po duash në përfundim të ndeshjes ne mund të lidhemi prapë sepse lidhemi. Nuk kemi nuk na duhen kamerat, dritat e studios dhe Armi, i cili është duke u shlodhur. Live këto ka gjë të bukur dhe mund të ndjekin kudo, kështu që ndërritet. Crystal Palace fitojnë ndaj Aston Villës dhe shkojnë në finale. Po, dështimi i Villës. Edhe unë prisja të ishte në Wembley. Aston Villa. Një ndeshje është atje Crystal Palace, me moral frikshëm. Tifozëria do përmbushë Wembley, gjysmën e Wembley padyshim. Prisja Villën më mirë. Emerin, duke ditur që ishte mjeshtër gjysmëfinale e finaleve, po më sa duket ka lë pasoja i zhgënjim në Champions nga Parisi. Të na thoshin në fillim të sezonit që Nottingham Forest do të ketë një sezon më të mirë se sa Manchester City,
Do ta quanim të çmendur atë që do na thoshe këtë. Utopi, fjalë utopi. Utopi dhe Nottingham bët gati të rikthehet në sallonet më të mëdha të Europës. Në kampionate ka bërë. Mirë po, ka pësuar gol në minutën e dytë në gjysmë finalen e dytë të FA Cup. Nëse kualifikohet Manchester City, a e shpëton sezonin? Jo, nuk ka shpëtim sezoni, absolutisht nuk ka shpëtim sezoni. Sezoni dështuar thjesht mundohet gjitha dëmet të minimizosh. Më fal pak, më duhet pak ujë. Toti, okeje? Po, shumë mirë, ndjes dhe gëzuar me ujë. Gëzuar. Edhe për ata që po na ndjekin. Minimizim dëmesh po thoja, edhe për Cityn, kualifikim në Champions, por që është sezon i dështuar, nuk është i turpshëm, sezon i dështuar. Okej, dështimi është një gjë, turpi është një gjë tjetër, okej? Ndodhe sezone, po është dështim. Çado që bëj edhe në FA. Në rast se eliminohet Nottingham Forest, mund të quhet dhe shkon në Europë nga kampionati. Quhet prapë një sezon i mirë, apo jo? Po jo më jo, synimet ishim për të marrë titullin. Si sezon i mirë, thjesht, qartë, pastër i dështuar. Edhe ecim, nxjerr mësimet, dhe vjo sezonin tjetër, po sezoni është i dështuar, absolutisht i dështuar. Edhe në Europë, edhe në Premier League, kudo. Jo. Sezoni Liverpoolit, okay. Çfarë bën? Nuk duhet ta pranojmë. Do ta pranojmë. Edhimshme të London. Po do mësohemi. 20 shkuan gjithsesi, po ha, 20. 20 që kemi 15 vjet që kemi shkuar 20. 21 nuk do shkojnë, domethënë përpara jush. Po shkuan, okay. Kjo është kulmi i tyre. Këto 10 vjet ka qenë kulmi i tyre. Nuk besoj se do bëjnë dinasti. Ka shumë faktor pse nuk do bëjnë dinasti. Dhe siç e bëri City apo siç e bëri Chelsea apo siç e bëri United. Por që sezoni suksese padyshim i hollandezit. Shoh dhe okay, plakjen lojtarët. Shoh dhe faktin që pronarët janë amerikan, vështirë se kanë hedhur lek këtu e 20 vjet, se di pse do duhet hedhin tani. Ky është shtrydhën Klopit, i morën maksimumin. Erdhi pak me rifinituar atë hollandezi, shumë i suksesshëm, okay. Po i shkruaj mikut ton Ledo Hysi që tentoi të lidhej, të ishte në live me ne, por nuk e di pse, nuk arriti që të lidhet. Tani është në timon, i them që pas 2 orësh mund të jemi prap dhe mund të takohemi prap. Mund ta ngacmojmë pak për atë se si mund të ndihet një tifoz bavarez kur mendon që Hansi Flick mund të ishte në krye të Bayernit dhe Bayerni sot ka në krye, e kupton vetë pasaj. Duhet dikush kanë qenë zgjuarit, duhet kanë qenë disa të zgjuar. Jo vetëm një, dakord. Me largimin e Flickut prap nuk ka shumë shpjegim. Po zgjuarësia më e madhe vjen tek përzgjedhja e të riut këtë vit. Nuk e di çfarë pan, ku e pan, sa e pan, pse e pan. Ajo që më bëri çudi dhe pas kësaj edhe mund ta mbyllim që do mund të rregullojmë pak me zërin, por edhe të karikoj telefonin sepse jam vetëm në 7%. Të kam kujtuar para ditës sepse lexova që drejtuesit e Bayernit kanë vendosur të pezullojnë për një periudhë pa fat rimbursimin e inflacionit për punonjësit e klubit, sepse ju duhen para për të marrë, pra për të grumbulluar sa më shumë para për Florian Wirtz. Ishte problem ti me United pse hoqi ushqimet. Po, fix, e vërtet. Fjalë është biznes, thjesht është biznes. Okej, dhe për të qenë biznes do duhen ca fonde për të ringritur skuadrën, për të bërë disa investime për të qenë suksesshëm. Ai fillojnë prerjet, okej? Shkurtime këtu, shkurtime atje, por që ka patur abuzime dhe aty ka patur, gjithandaj ka abuzime toti. E çuditshme kjo. Natyra njerëzore. Do me thënë, ne që duam të shkojmë në Evropë, do vinë ato pra këtu, e kemi thënë. E kemi vendosur, do vinë ato. Do vinë ata tek ne.
Do me thënë abuzimi do ngelet. Abuzimi do ngelet, padyshim. Mirë atëherë. Dëgjoj me Shohim dy prap. ndeshjet, Cityn dhe Liverpoolin dhe pastaj në përfundim të tyre kemi një tjetër lidhje. Dëgjoj me. Hajde.